Kiara Tito, një fenomen e showbizit, shembulli perfekt se si suksesi dhe familja mund të ecin krah për krah. Kiara Tito është shfaqur së fundmi me një paraqitje që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe ndjekësve të saj. Moderatorja e njohur ka zgjedhur një fustan të zi elegant që i nxirrte në pa hijeshin dhe stilin e saj unik. Me një linjë klasike, finesë në detaje dhe një paraqitje plot vetbesim, Kiara tregoi edhe një herë pse konsiderohet një nga femrat më elegante dhe më të dashurat e ekranit shqiptar. Veshjet e saj pothuajse gjithmonë komentohen pozitivisht dhe shpesh kthehen në inspirim për shumë vajza që ndjekin stilin e saj. Por ajo që e bën Kiara Titon kaq të veçantë nuk është vetëm pamja apo eleganca. Prej vitesh ajo ka treguar se me punë, për kushtim dhe dëshirë mund të arrijë çdo gjë. Paralelisht me angazhimet në televizion dhe projektet profesionale, Kiara ka ndërtuar edhe një familje të bukur pranë Louise Ellit dhe vajzës së tyre. Edhe pse shumë njerëz mendojnë se karriera dhe familja janë të vështira për t'u balancuar, Kiara po dëshmon çdo ditë të kundërtën. Ajo arrin të jetë aktive në ekran, e përkushtuar në punën e saj dhe njëkohësisht një nënë dhe bashkëshorte dedikuar. Aktualisht, Kiara po shijon disa ditë pushimi së bashku me Luizën dhe vajzën e tyre, duke treguar edhe një herë rëndësinë që familja ka në jetën e saj. Pikërisht ky kombinim me suksesit profesional, thjeshtësisë dhe dashurisë për familjen është arsyeja pse publiku vazhdon ta mbështesë dhe ta pëlqejë aq shumë. Sot, Kiara Tito konsiderohet pa diskutim një nga moderatorët më të dashura të ekranit shqiptar dhe shumë njerëz do ta vendosnin lehtësisht në krye të kësaj liste. Me stilin e saj të veçantë, qetësinë që transmeton dhe mënyrën si e menaxhon jetën personale e profesionale, ajo është kthyer në shembull për shumë vajza dhe gra shqiptare. Ndërsa sa i përket modës, Kiara vazhdon të dëshmojë se eleganca e vërtet nuk ka nevojë për teprime. Çdo paraqitje e saj pritet me interes dhe pranohet shumë mirë nga publiku, sepse ajo di gjithmonë si të duket moderne, elegante dhe natyrale në të njëjtën kohë.